Kjo pasmeje është shkolla e Minduraku, ora është 5:20, kanë dalë disa prej fëmijëve që vazhdojnë mësimin me 2 turne, disa kanë mbaruar në 4:30, të tjerë do të mbarojnë në orën 6:30. Ky është realiteti i përditshëm jo vetëm i kësaj shkolle, po i 10 shkollave në Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë këta prindër kanë paguar për 10 vite taksën e arsimit, e cila ka arkëtuar plot 70 milion euro. Para që do duhet kishin shkuar për më shumë shkolla, hapësira, klasa dhe do duhet kishin zgjidhur përfundimisht mësimin me 2 turne në Tiranë. Nga ana tjetër, këtu afër është shkolla 11 Janari ose Edi Durham, një investim 50 milion euro, por që ende nuk aksesohet nga qytetarët edhe pse çdo gjë ka përfunduar. Në fakt, ironia qëndron që edhe pse do duhet kishin ndërtuar më shumë klasa, më pak klasa me investimin e ri. Kjo ka sjellë një kosto më të lartë për prindrit dhe familjarët, në after school, në organizim dite dhe mësime me 2 turne, një strapacim për fëmijët e Tiranës. Kjo ndodh sepse kjo qeveri dhe kjo ministri ka një qëllim, t'ia nxjnë jetën çdo qytetari e mbi të gjitha fëmijëve. Kjo ndodh sepse për ta nuk ka qenë kur prioritet arsimi.